Më një mbledhje komemorative të organizuar në Deçan nga kryetari i komunës Rasim Selmanaj, i është dhënë lamtumira e fundit Zelfije Sejfiaj nga Gllogjani. Lajmin për vdekjen e papritur të Zelfije Sejfiaj na ka tronditur të gjithëve, na ka prekur në zemër dhe shpirt, nga se ajo ishte figurë vertikale e qenies njerëzore, një atletare, një punëtore e shkëlqyer që dha kontribut të jashtëzakonshëm në vendin e punës së saj, si në mikpritin e qytetarëve, ashtu edhe në të gjitha pikpamjet njerëzore dhe humane, kështu tha nga të pranishmit e këtij komemoracioni. Të nderuar pjesëmarrës këtij tubimi komemorativ, i nderuar kryetar zoti Rasim Selmanaj, të nderuar familje Sejfiaj. Me lejoni që në emrin tim dhe të kolegëve të mi, t'ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e bijës tuaj dhe të kolegës tonë të shtrejt Zelfije Sejfiaj, të cilën sot po e përcjellim në amshim. Të nderuar të pranishëm, kolegë nderuar. E lindur dhe rritur në një familje me tradita të mirëfillta shqiptare, Zelfija u bë model për gjithë ne. U bë model si qytetare, me sjelljet e saj, me virtytet e saj, me karakterin e saj që e përcjelli gjatë gjithë jetës dhe në çdo situatë. Edhe atëherë, kur kishte ditë të vështira për vendin tonë, Zelfija së bashku me vëllezërit dhe motrat e saj ishte krah për krah me luftarët e lirisë, karakteristikë kjo unike për kohën. Zelfija ishte model si studente, si luftëtare, si intelektuale, edhe si familjare. Është vështirë për të gjithë ne që në një komemoracion të tillë të gjenden fjalët e duhura për ta përshkruar në tërësi personalitetin e saj. E tillë mbeti Zelfija gjatë gjithë kohës, edhe si zyrtare devotshme, e ndershme, shumë mikpritëse, përpalet duke u bërë admirueshme për gjithë neve dhe për gjithë qytetarët e komunës së Deçanit. Ajo, si njëra ndër 6 motrat dhe 2 vëllezër e familjes së Elës Sejfiaj, kreu shkollën fillore në Rëznish, ndërsa të mesme në gjimnazin Vëllezër Frashë të Deçanit, duke vazhduar më pas studimet në Universitetin e Prishtinës, përkatësisht në Fakultetin Juridik, kur dhe merr titullin jurist të diplomuar. Zelfija, duke parë gjendjen jo të mirë ekonomike të familjes së saj, mundohet të gjenë vend pune, ashtu që për një kohë të shkurt punoi edhe në gjykatën komunale të Deçanit dhe në firmën private. Sot në dhimbje të thellë, po i themi shpirti juaj po shohë qetësi. Punëtor shumë vjeçare të komunës Deçanit dhe Ministrisë Punës dhe Brendshme të Republikës Kosovës. Nuk shen ka lehtë vetush lamtumir personit që për vite ishte në shërbim qytetarëve, shërbim vendit vet, shen ka e rend akti i ndarjes së dhimbshme, nga ajo Zelfija po si quhenin me gjithë zele. E nderuara familje Sejfiaj, ju humbet një motër, ndërsa ne humbem një kolegët me kollushme, Gllogjani humbi një të bij, ndërsa qytetarët humben një shërbëse shëmbullore që vështirë mund të zëvendësohet. Zelfije, e kemi të vështirë ta pranojmë realitetin se ti më nuk je fizikisht në mesin tonë. Ti ishe shumë e çmuar për ne. Këshillat tuaja kanë qenë vepra për të gjitha shoqet tuaja. Je shembulli më i mirë i një femre intelektuale, me ideale të larta kombëtare. Ti nuk flisje shumë rrallë, për fjalët e tua nuk pëshoshin as me arë. E dashura shoqja jonë Zelfije, sot po ndaheshin nga ne vetëm fizikisht, por gjithmonë do t'jesh në zemrën dhe mendjen tonë. Më është kputur shpirti, më stepërmi mua, sepse më është ndarë gjysma ime, kështu shpreh motra e Zelfijes Zoje Sejfijaj. Pari kuvendit, komunës së Deçanit, kolegë nga kuvendi komunal, kolegën nga kolektivi i punës së Zelfijes, të nderuar dhe të respektuar qytetar të komunës së Deçanit, edhe t'ju falenderoj sot në emrin e familjes për ndihmën e lloj-llojshme që keni bërë për neve,
falenderoj ata që na telefonuan, na shkruan SMS-a, u munduan me të gjitha mundësitë të na përkrahin, se ne patëm pak ditë të vështira, edhe isha në dilemë të vija mos të vi. Kur më kujtu fjala e Zeles se disa herë me ka thënë dhe me thashte ku je thjesht gjysma ime, një obligim të vije dhe t'ju falenderoj shumë edhe për këtë pjesëmarrje. Nga sot, Zelfie Sejfiaj do të prejet e qetë në varrezat e vendlindjes së saj në fshatin Glogjan.